Identike. Krejti ka ditë. Edhe për ato Najt Hasanin ma herët, edhe për përparim Berutën, edhe për Duda Balje. Krejti ka ndonë të sakta. Edhe fundu ku detyrojti me kërku falje për shkak të saktësisë mendoj, unë që ka qenë një ofertë ndaj Ramabajs. Tash, më u kthy në temë. Po them në temë më serioze. Qëre, na për shkak të situatës ose dinamikës situatës, na jemi detyruar me fol për gjëra të cilat janë megjithatë sipërfaqësore për një kohë gjatë. Megjithatë janë sipërfaqësore. Unë mendoj që këto janë çka flasim na janë simptome të një situate. Se shkoi deputeti Hoxha dhe ja mundsoi listës sërbe me nënshkru, me dërzu ankesën në gjykatën kushtetuese. Se prej grupit parlamentar ata kësë kaloj andej. Dhe që shkesh të thonë normal. Domethënë na jemi të folë për gjëra, nëse krujmi ekrën po përgjigju. Na jemi të folë për gjëra. Trupin fjalë pastaj. Na jemi të folë për gjëra të cilat janë më të rëndësishme se sa shpifjet e Ramabajs. Dhe gjërat e rëndësishme, më të rëndësishme se shpifjet e Ramabajs, sipas mendimit tim. Deputetin Hoxha prej listës. Sipas mendimit tim janë këto. E para, vetëvendosja po insiston me instalu një mendësi problematike për demokracinë. E që është që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës duhet më votu mu në këtë rast Kurtin dhe tash Konjufsën pa marrëveshje politike sepse ne e meritojmë. Edhe kjo nuk ndodh kërkon botë, vetëm na. Domethënë se cili vend botës ku detyrohen me bë koalicione për shkak të rezultateve zgjedhore, partitë bojnë marrëveshje. Edhe marrëveshja politike e prodhon shumicën e kuvend. Tash, partitë politike natyrisht kanë të drejtë me thonë, unë nuk po du me qito, unë po du me qito. Secila prej partive politike ka drejtë me pas preferenca. Me thonë, për shembull, unë po du me qito, unë s'po du me qito. Dhe mund bëhet tentimi. Nëse për shembull vetëvendosja thotë, unë po du me LDK, po LDK-ja thotë, unë nuk po du me ty s'jam i interesuar. Vetëvendosja thotë, unë muj me PDK-n me boj kemi numrat, po unë s'jam i interesuar me PDK-n. Atëherë që ky vendim është ndesh më marrë shumë, herët me thonë çka, që tu mundësi për shumicë paska, sepse nuk kemi vullnet të bashkëpunimit me X partin, rrjedhimisht po shkojmë zgjedhje. Edhe nuk po e bllokojmë vendin 9 muaj, po nuk e ka thonë çito. E ka bllokuar vendin 9 muaj. Nuk e ka thonë çito, se vetëvendosja meq është e para, o dosh me u përcaktu për këtë punë. Me thonë na po dojmë me LDK-n. Cila është përgjigjja e fundit, zoti Abdigjiku? Na nuk him qeveri me juve, mirë po shkojmë zgjedhje. Shkojmë zgjedhje. Pastaj, ta po thojnë, jo, hajtë të bojmë një qeveri kalimtare, sepse tash jemi në siklet. Po, që ta e ka propozu Lidhja Demokratike e Kosovës. Mes nuk po kemi shumicë, a mbledhme këtë partit bashkë, merrni vesh për një qeveri të përbashkët, me një program të qartë të 15 pikave, i zbatojmë që ato dhe shkojmë zgjedhje. Shumë më herët. Vetëvendosja ka dalë e para. Vetëm ka propozojnë shtëpisar këta. Kush? Jo, ta po thojmë veç votonani neve. Po, ka dallim të madh qeveria tranzitore kur morën vesh krejt. Dakor. Unë veç po them që shito janë propozime, opsione. Që ky ka qenë opsioni i LDK-s. Tash ti mosh me thonë kjo është e papranueshme, shumë mirë, kanë thonë e papranueshme, në rregull. Pra po shkojmë zgjedhje. Unë që ta po them, secila përgjigja në secilën prej këtyre ngërçeve ka qenë dashme qenë mirë, pra po shkojmë zgjedhje. PDK-ja thekë hajde po shkojmë zgjedhje. LDK-ja thekë hajde po shkojmë zgjedhje. Albin Kurti tha, a shkojmë zgjedhje bashkë me zgjedhjet lokale. Nuk mrini me bata, e tha mirë, pra peshtojmë tash deri në vit 3. A ka qenë më mirë? Natën e vitit 3. Unë mendoj që jo. Një pa shpenzime i do të ishin. Jo, sot punë shpenzime. Unë mendoj që zgjedhjet lokale duhet me u konsideruar me u trajtu në mënyrë serioze. Jo me u mbulu nga diskutimi për zgjedhjet përgjithshme. Po mbulun ashtu. Ç'është mbuluar, pasi nuk ka mirë. Nuk ka mirë se qytetarët kur valen në Kosovë po marrin karakter të zgjedhjeve nacionale. Po jo se po bin jetën. Domethënë mos e kishin pas na problemin në nivel qendror, na sot kishin folur për zgjedhjet lokale zoti Ramabaja, balotazhin e cilave kemi edhe 45. Kishin folur për pse dhe kush do të më fiton Prishtinë, pse dhe kush do të më fiton Mitrovic, pse dhe kush do të më fiton Prizren, e kështu me radhë. Qytetet këto jashtë